Shqesër, na I kemi më alternativa tona, edhe na I kena çështjet tona diplomatike, populli ju, vendi ju, ku na do të më nënshtruar? A dikush problemi? Problemi është jemi shteti më I fuqishëm poshtë. Problemi është te konspiracionistët. Kush ka dokumente problemi është te konspiracionistët. Kosova ka kthyer në një shtet të majt. Që qeveriset nga një parti e marrë. Përmenda fillim. Që Mirnjoja po mungon. Cila Mirnjoja? Mirnjoja ndaj mas pari Xhokut dëshmorë. Ja. Ti mundesh me fol për vetë. Unë jam Mirnjoja. Populli kosovar. Në Facebook postën e mia. Mirnjoja jam çdo ditë ndaj United States. Unë as nuk po them për ty, as na po flosëm ti ma si fenomen në përgjithësi. Si fenomen, mos e merr tash ti. Shqiptarët janë personale. Po çfarë personale debatit? Se namaz debatit ti po, a dikush e kanë fyu çikën. Ushtri shtirimtarët kush e ka fy? E kanë fy këtu në rrjetet sociale, që ta njerëz po hajnë bo këto dhe po pin këtu në shtet lihet. E kanë fy edhe që kush do jo, po nëse ne nuk e pas ta dëgjuar dikon që e ka fyu që ke. Jo, bre ki shumë rrjete sociale, ki shumë komente, ki shumë postime. Epopeja në prekas. Unë gjova shumë dokumentar edhe besoj që kush ja ka dhënë atë liri o vëllai, kush e jep atë liri. Nuk ka si familja e dezinformacion, dezinformatat. Kjo është teoritë konspirative. E këtu shigjetat ndaj Amerikës, shigjetat ndaj dëshmuarve, ndaj martëve kombit, është rrezik që dhe zotë dënon. Po çka kush është rrezik? Pse po na shigjeton sepse na këtu popullin interaktive. Ne re, unë gzej lirin. Po e gzon. Unë gzej lirin, edhe pa unë lirin e lumturoj. Po unë jam host teolog. Po kam administratë publike dyme, edhe kom lexuar këtë aspekt. Edhe këtë na këtu jemi të lexuar. Edhe ju keni lexuar. Madje jo të lexuar, edhe studiushëm. Po unë çdo ditë minimum kam 100 takime, 100 njerëz I takoj. Unë 150 çdo ditë. Okej. Ta dëshmoj me 50 më shumë se ti je me profesion tonën. Jo pra ashtu s'është. Po interesona me njoft njerëztri për loja të reja. I shfletoj, ai tha që me hjek televizorin, I shfletoj rrjetet sociale, I shfletoj debatet, I shfletoj TikTokat, live-at. Hey, po është e tmerrshme se çfarë do. Çka po të ka mjekullina pajtona. Çka po të hyn puna tu. Po jo, unë jam të ekshqyr fenomenin, jam të pa fenomenin. Na po duina me kontë informu, po du me di që anë të venin vend. Apo se tash nëse që flasëm një shtet atje në Kazakistan, në Afganistan, në Kirgizistan, as po duina me di që anë të atje, po duina me di këto. Sepse fokusi është të to. Kur lexon një lajm. Vesh një pyetje sinqert. Kur lexon një lajm, a the ki studiu? Apo kjo lumtu? A ke lexu? S'po ta kontestoj. Po e studioj dhe lajmin. Po mirë dhe jo vesh, jo s'është studimi substancial I lajmit, bre. Kur lexon lajmin. Po. Në fund lajmit a I shikon ku janë referencat? Në disa lajme s'ka referenca heq. E mirë. Edhe ato lajme, sa e kanë besueshmërinë? Sa ka kredibilitet? Unë nuk po flas për lajme. Lutem. Po ti sa po femër për lajme tash po lunë realitetin. Nuk do të flas këtë temë që po thumë me studiu lajme. Jo me studiu referenca Bazon argumente edhe në fakte të cilat